është vasalitet kur çon atje një eksponent që vjen nga skutat më të errta të historisë së armiqësisë ndaj shqiptarëve, i cili kërcënon dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë, i cili kërcënon njerëzit që po nuk votuan, do t'ju heqi mundësinë për të shkuar në Greqi, i cili kërcënon emigrantët se po nuk erdhën të votojnë për të, do t'ju marri letrat dhe do t'ja ugrisi. Ky maskara që thot unë do vë në vend të drejta dhe mohura 60 vjet. Qa 60 vjet? Ky s'dit bëj as llogari, se nuk dit pse llogarit 60 vjet. Do vëri në vend drejta, do helenizoj i marrën. I dashur Zoti Fredi Beleri, përfaqësues në Parlamentin Evropian i qytetarëve grek, real kryetari kësaj bashkie, atë përgjigje që meritonte Himaraja dha Edi Rams me Fredi Belerin, pasi bëni gjithçka që ju të mos e votonit, por ju e votuat, frikacak, si buracak, përdori drejtësinë e tij për t'i marrë kryetarit tuaj të zgjedhur mandatin. Dhe shkaku ishte vetëm një, se Beleri nuk pranoi të kandidonte për partinë e tij. Në atë polemikën që bëhet dhe që sigurisht ka dëshpërimi, e kanë thënë dhe poet, e kanë thënë dhe shkrimtar, e kanë thënë dhe politikanë, sidomos që e ka fajin pak populli, po populli ka apo s'ka faj, ka apo s'ka kujtesë. U luajt një debat shumë delikat që lidhe një partie konservatore, ose që po shkonte drejt rithemelimit konservator dhe të djathtë, të marrin në mbrojtje një personazh si Fredi Beleri, të cilin, kur ka qenë president doktori, e ka futur ke lista e terroristëve. Patën kështu na tha Shemsi Prençi në këtë studio, kur e kemi pas, ka qenë eksponent policie dhe ai thoshte që e kemi pas në listën e antiterrorit këtë. Dhe tani ta vë kandidat dhe në fushat u luhet shumë fort me kartën që Beleri është viktima parë, martiri parë i drejtësisë kapur nga Rama, dhe se thua Greqia, Mitsotakis si e tjera, se patën shumë takime, birofoli dhe për çështjen e detit që unë bëra në 2009 një ligj shumë mirë për detin e tjera, por Rama se do është, nuk e di, është anti-grek, po themi. A ka ndikuar kjo gjë, sepse për shumë Labëria, zoti Kulluri, ku ke qenë ti, edhe unë, dhe ju uzoj, ka pas një rezultat spektakular për Partitë Socialiste. Ka qenë thjesht ajo që thoni ju që çështje korrupsioni, mentalitet, apo edhe një lloj fakti që nuk mund të shkoni me këtë lloj deklaratë. Nuk ka pas të studio kur doli kjo deklaratë dhe më thënë që kur bëra atë deklaratën këtu në studio morën shumë mesazhe nga zona. Po jo vota. Kjo është e bukur. Tani është çështje shqiptare, po të lu ma shpjegoj pak si lapti këtë mua. Kam qenë i vetmi, vetëm kamera është aty. Kam qenë i vetmi personazh brenda PD-s që kam goditur shumë fort kandidimin e Fredi Belerit për arsye se rrjet nga një familje dhe nga një krahin që mendoja se është patriotike. Dhe flas paktën për pjesën e djathtë, se të majtën mbase do merrte bido ca vota normal, se e ka luajtur atë kartë. Ka marrë 0 vota nga patriotët e djathtë të Vlorës. Dhe shkuan votuan për Fredi Belerin, për Vangjel Dulin. Prandaj themu që kemi problem sistemik, nuk kemi problem me Berishën. Kemi problem me të 500.000 që votojnë Berishën. Kemi problem, pak sa ka marrë Partia Socialiste në Vlorë, në qakun e Vlorës. Një sekond. Edi Rama ka vendosur kryetar bashkie një minoritar në Himar. Dhe në këtë pikë nuk dallon fare nga Sali Berisha. Në pazaret që bëjnë me Himarën. Dhe votojnë po prap. Kjo më shqetëson, Turi. Nuk më shqetëson se dështova unë. Unë le dështoj se do të kanë dështuar shumë njerëz politik, burra më të mirë se unë. Kush jam unë para fai konstitucionit se fazë për një zotëri si Vangjel Tavon që ti do të njeh. Nuk e dia ke mik Vangjel Tavon apo jo? Si, jo, unë e kam mik, është djalë shumë i mirë. Po rregull, tani. Po është minoritar në Himar. Po pse na vjen në këtë pozitë? Një sekond more. Ai është në shtetin e Republikës. Të thash gjë kundër Vangjelit si personazh. Po sa po e the? Si person jo. Po minoritar nuk është, ore minoritar nuk është. Atëherë të lutem. Minoritar nuk është një Vangjeli minoritar do nuk do
Vangjeli nuk është as nga Lukova, Vangjeli nuk është as nga Vunoja, ja pa ta mëroj. Vangjeli nuk është as nga Imara, as nga Palasa, as nga Dërmiu, as nga Kuçi, as nga Llarati. Ka që 2 herë. Po të lutem pra tani. Ka që 2 herë i atentuar nga Lëvizja Mavi. Ka mundsi. Unë po them tjetër gjë më burr. Po them tjetër gjë. Nuk është nga ajo zonë. Dhe kryetari i bashkisë duhet të jetë një kandidat. Po pse? Se nuk është, thjesht nuk është. Mami dhe babin nuk i ka pas nga me zonë, nuk ka pse kjo. Mi ka minoritar nga Gjirokastra. Pse? S'ka pse këto. Ta maroj, lutem. Ajo që po them është kjo. Kandidati i PS-s dhe i PD-s nga Bashkia e Marë duhet të jenë, për mendimin tim, duhet të jetë nga ajo zonë, dhe të jenë burra që janë patriot. Nuk mbajnë agenda të ndryshme nga identiteti etnik i krajinës i Marës. Kje vë politikën e socialistëve dhe demokratëve në një plan. Në raport dhe Belerin. Rama dhe Berisha të dy e ka përdori Marën për tregti diplomatike. Se pra dhe batë kullure me ty, se nuk mund të vëni Peshori Belerin edhe Vagjetava. Jo, pa tjetër, Beleri shumë keq. Pa tjetër, më pa tjetër. Ti vure dhe tjesë në minoritar, nuk është no. Kam qenë me jashtë. është original, la. Kam qenë me jashtë. Ne popull europianin të emancipuar. Por, po të them dhe njerë, Imara nuk është minoritet grek. Bile si vetë një fshat minoritar në Vlorë, që ta dish është Narta, që janë të njohur minoritar, janë grek të ardhur para 300 vitesh. Nuk është as në Imar, as në Palas. Kanë ardhur nga Arta, prandaj quhet Narta. Nuk e di këtë, se nuk Po nga Arta, Unë di që janë grek. Apo ti Më ka si të keq që ti jesh grekore. Po. Klasë greqisë pra janë mund të jenë në Arvanisë. Më vlen mbaroj një gjë më, por se Mbarova mendimin. Ama zbos të Më rregull, po të them këtë më. Logjika që Unë jam shumë i përdori qartë. ishte që Nuk duhet të jetë minoritar. në një jo minoritar, po logjika më shumë se sa minoritar apo verior apo jugor, ndoshta logjika e saktë është që kur janë zgjedhjet vendore duhet të jetë një njerëz që është i atij vendi. Edhe kjo përbën sens. Ai sikroni doktorit aty ishte fushat politike. Po pse kujton se Ishte në fushat. Falzej, pse kujton se Fredi Beleri është i Mariot? Ç'ash po? Pse kujton Fredi se është shqiptar 100%, mos pëlqen flamuri që ma Fredi mas i Mariot. Mua nuk më pëlqen Është nga agenda e Progonati Fredit. më buri dhe. Dhe mua si lap, Dgjoj tani mo. Dgjoj vllajin këtu tani. dëgjoj një. Dgjoj vllajin. Është nga Progonati. E di, mos pëlqen agenda thash. Është nga Progonati. Nuk më pëlqen vore e piri, Tani e di, me kë flet me mua? Po, Jen vetë, çfarë po them? unë prandaj jam këtu. Tani, i është referuar Shën Kozmajt. Duke thënë ne kemi Shën Kozmajin që na mbron. Sa di nga historia në 28 qershor të 1777-ës, Shën Kozmaj, në manastirin e Shën Julitës në Dhuvjan, dhe e di këtë nga paraardhësit e mi, sepse Stërgjyshi në nëstime ka qenë igumen në manastirin e Shën Julitës në Dhuvjan. Ishte kryqëmbajtës i kryqit të Argjend, nga Patriarkana, nga Mitropolia Janinës. Në 1777-ën, Shën Kozmaj ka qenë në Dhuvjan. Se nga e gjeti nga Progonati ky Shën Kozmajin e ce gjeje. Në rregull. Gjen agenda. Në qoftë se do minoritar grek ke në nëntime vlla. Po jo, po s'ka punë atje. Është Dropullite nga Dhuvjani. Dropull kandidoj. E moja, atë po të them. Çfarë po them domun? Tani lebrit që prishën gjakun, zbritën në det, mësuan not dhe morën pasaportat. Unë shtë dhe thot vllai jot, edhe Schwarzenegger. Dgjoj, kjo Më lë, jo, kështu është. Nuk ka sens kjo, nuk ka Po sens. kështu është, po s'ka sens. Po Julia, dëgjoj. Se njerëzit jetojnë atje me breza. Qa jetojnë? Me breza. Bravo. Okej? Atere, në qoftë se do, ku do referohemi? Në pronat, një sekund, do referohemi në pronat e Bizantit, në pronat e Otomanve, në pronat e Zogut, se deti nuk ka pas pronar, se çështja është për prona aty dhe ti e di shumë mirë. Dhe ka shumë drejt për pronar. Ti e di, rëra, mo Julia, rëra nuk ka pas. Faleminderit. Pronat kanë qenë lart në male. Prandaj dhe fshatrat e vjetra janë të gjitha të ndërtuar maj maleve. Tani me që unë jam andej, do më lesh në prandaj po të them. Jo më ngjeqë. Edhe një herë, për çështjen e pronës. Qytetarët e Imarës. Po s'është çështje etnike atje, mo kulluri. Ti e di shumë mirë. Është çështje prone, mo burri dhe. Çështjen e pronës duhet ta mbronte PD-ja që e kanë shkatruar çështjen e pronës. Faleminderit shumë. Pra edhe një herë vin të 7501, kush e votoi?
Jo, kush bashkë me bërë me Ramizalin, të dy parit bashkë. Me kë? Me Ramizin, mo. Me Ramizin. Po kur të që ai ka plan 30 vjeçar të Ramizin, po le të kalojmë te Fredi tani se muhabeti është Fredi. Fredi referohet. Pse nuk thejnë pronat e lira? Nuk moran si vot për të punë. Kurse kandidatët e PD-s që kanë grabit pronat Amlor, u votuan nga Djata Amlor. Prandaj them atë që them për këta 500.000 dhe për 700.000 tjerë. E pra, pikërisht të po them. Këtu tani nga shiko se shtap emisioni i zhejt me një hata të madhe, e kupton, që ndodhi këtu, unë në fakt doja ta bekoja atë me uj, po nuk kam që të them, shishen këtu para e kam sërish, nuk dish të bëj, e vetëm ja gjë që mund të bëj sot me ujnë, e dish të bëj, është ke pasysh kur ikim varosim dikë, e kupton, ndajet nga jeta, ne pim një gotë raki dhe edhim një raki, e kupton, lagim tokën. E vetë një gjë që mund të bëhet sot, dhe ditë shkush është, mbi logjikën e këtyre njerëzve që e kanë varos logjikën, dhe ngatrojnë pronën me përkatësinë kombëtare, se ngatrojnë pronën me përkatësinë kombëtare, është vetëm të bësh të vllatë, edhe çiku i kshu, e thuash faleminderit, miru pafshim, thirrini logjikës, dhe kur ti thrisni logjikës, do kuptoni që ka jetuar në harmoni e pirotët. Dhe shembulli më i mirë është Marko Boçari, kur botoi fjalorin e parë shqip greqisht. Dhe po do shembulli më i mirë ishte Stërgjyshi i tij, i cili u bë kryeministri i parë. Dakord? Dhe ke një shtet Helen që është themeluar nga Arvanitasit. Ke një shtet Helen dhe ke një Athinë që kur kishte 8.000 banor, 7.000 ishin Arvanitas. Ti e di që emrin kam unë apo? Dhe e di mo e di. Unë e di kush janë kulluriotët. Kulluriotët unë e di kush janë. Më fal zhej e mbarova. Pra, ai flamur i Shqiponjës me 2 krena, që e zjodhi Gjergj Kastrioti, ishte flamuri luftaraki, Bizantit. Në një shtet të shpikur dhe me një flamur të shpikur, të ri, okej, unë pa tjetër mo, respektoj çdo lloj ideologjie dhe përkatësie etnike të secilit, po jo të lajthisim komplet. Do me thënë, Arvanitasit bëhen shtetas Helen dhe shqiptarët deklarohen minoritar për çfarë? Për të marrë pensione. Një sekund. Faleminderit shumë. Dhe kush kam një problem tjetër? Kush e përfaqëson të drejtën e pronës në Lalës? Pse nuk çojnë Belerin aty apo në Vlorë? Ta çojnë më. Apo në Lushnjë. Ta çojnë. Apo në Tiranë. Po ç'është ashtu mos lajfisim. Se këtu kemi lajfitje etnike, ideologjike. Pa fuqi për të folur. Pyetja bazike ishte përtej këtyre emocioneve analitike ose analizave me emocion. A ka ndikon kjo qasje ndaj politikës jashtme në trendin e votave, po apo jo? Sepse flasim për një gap vota shumë të madh. Shabanin, na si politikan pyetjen. Fakt, juve çfarë qëndrimi kishit ndaj çështjes Beleri? Se ti ke qenë gjithmonë një mbrojtës i Spakut. Mendon që Spaku ka qenë një vegël e Ramës në rastin e Belerit? Se diku nuk mund të rini se shoh që i ri jashtë kësaj. Se ku ka Berisha Rama, ju jeni jashtë. Jeni brënda. Mund t'jeni kundër dy palve, po jeni brënda lojës. Jo, unë shmangim asnjë lloj debati, edhe për Belerin janë shprehur të gjithë institucionet e drejtësisë. Është shprehur Spaku, GJK-ja, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, tani nëse pranojmë që gjitha këto i ka vendosur Rama për një mandat. A ka ndikuar në zgjedhje kjo? Bashkie. A ka dalë Rama si më patriot dhe Berisha si njeri që për çështje politike është gati të bëjë kompromise me Belerin, me Greqinë? Nuk ka këtë sensibilitet shqiptari? Tani unë sapunin për djath nuk e... Për sapun, okej. Pra, si Rama, si Berisha janë sjellë në mënyrë absolutisht antipatriotike gjatë gjithë historisë politike që kanë pas. Berisha ka falë detin, Rama ka bërë një të gjë, Berisha ka shkel në interesin kombëtar, Rama ka bërë një të gjë, dhe në thelb çdo njeri, çdo kryeminist, çdo ministër, çdo funksionar që vjedh popullin e vet nuk mund të mbajë moral për patriotizëm. Për korrupsion se s'kam kompetencë apo dedës në Strasburg. Tani çfarë besoj unë? Pra unë nuk besoj që njëra palë Berisha ose Rama janë patriot. Unë mendoj që të dy janë ndoshta tradhtar fjalë shumë e rënd, po nuk janë fare patriot. Nuk janë fare adhetar, nuk duan t'ia dinë fare për interesat kombëtar. Se nëse ti do t'ia dish për interesat kombëtar, gjëja e parë që bën është nuk vjedh popullin tënd. Në raport me Belerin, unë do kisha dashur që ai të mos ishte kandidat i asnjërs parti, akoma më tepër ato pastaj performanca që Berisha bënte
për llogaritje politike që tregon qartësi që ta nuk kanë as integritet, as qëndrueshmëri. Dakor. Enida? Ka ndikuar rasti Beleri dhe u tha disa opinione, foli dhe Kulluri, foli dhe Shabani, foli Lerti. Si e gjykon ti? Figura e Belerit mendoj që këtë radhë PD-ja e mori me vete shëtiti pikërisht për të nxjerrë atë shpirtin e minoritarëve dhe për të thënë që Rama është e keqja më e madhe, se shembulli i kësaj të keqe është Beleri, i cili pavarësisht kësaj në përsekutimin politik të bërë ndaj tij, arriti eurodeputet në Parlamentin Evropian saj Greqisë dhe unë që e kam kratim të gjithë kësaj zone do t'i kthej atyre atë që ata kërkojnë në lidhje me të drejtat e tyre, si në Greqi, si në Shqipëri. E pikësylimi për minoritetin apo për Athinën zyrtare? Se më duket se po gjeopolitike bisedat. Pastaj pjesa e dytë sa e kaloi minoriteti në botë, sa vota kanë, s'ka shumë. Nuk është kjo problemi. Ne jemi në një ngërç në këto momente. Në fakt, tamam këtë pyetje do të ishte mirë ta shtronim në seancën tjetër, le të themi, të diskutimit politik përse për këtë zgjedhjeve, me votat e Athinës, ose më saktë me votat e shqiptarëve të diasporës në Greqi, të cilat akoma nuk janë hapur, nuk e dim sa do të ndikojnë në mandatet e përgjithshme, por aty do të shihet një lloj trendi politik i mirëfillt. Padyshim që përdorimi nga ana e Berishës si figurës së Belerit, ju e keni shkruar Kali i Trojës, është edhe me mesazhin tek një prognozë që ai ka dhënë vetes si kryeministri i jashtëm në raportet me Greqinë, padyshim. Por ne e kemi thënë edhe herë tjetër në këtë studio të diskutimit. Që unë me që jam natyrë opozitare, mendova se mos Beleri është ofruar si Kal Troj që të humbi Berishës reputacionin konservator. Jo, nuk mendoj për këtë, është përdorur... Unë jam qik opozitar. Mirë, kjo është akoma tjetër, por jo, unë mendoj që e ka bërë thjesht për të thirrur... Ose ka hedhur Berishës, jo Berisha ka dështuar duke përdorur Beleri. Mendoj që Beleri është aq aq intelekt i rafinuar sa të mund të afusësh Berishës. Beleri mund të jetë lojtar shumë i mirë tek i japin topin për të ecur. Por nuk mendoj që të jetë në gjendje të tillë sa të afusi Berishës. Absolutisht. Po pse ti mendon që Beleri bën ato gjë? Ka njerëz mbrapa. Dyshim që është qeveria greke. Unë po flasim për mastermindin e Belerit. Është qeveria greke. Në fakt, në të tashë në mënyrë drejt për drejt. Nuk është as qeveria. Por nuk mendoj që në këtë rastit kaq. Ka qarqe radikale në Greqi. Nuk besoj se qeveria greke përmeson radikalizëm e nacionalizmit. Belerit ka Në këtë radhë nuk mendojmë. Po pra nuk është. Nuk jemi në një... Tu ka drejt Kulluri, më falë për ndërhyrjen. Shteti grek nuk është... Po, shiko, me shtetasit shqiptar në Greqi, janë të ndarë në dy kampe të mëdha. Mitsotakis si e bëri në listën e vetë eurodeputet. Po pra. E përdori dhe ishte një lojë. E përdori se ishte moment politik i tij. Por ore këta depo vdesin për çik përdorim si këtu. Sqarojmë pak njerëzit. Do të vënë europarlamentar. Ne themi që është subjekt i përdorshëm. Ja 12 mijë muaj mund ta. Po mirë, dakord, mund ta sqarojmë pak të gjithë ta kuptojnë dhe populli që na ndjek. Që se di. 12 mijë muaj. Po më po në eurodeputeti. Dakord. Udhëtimet, fluturimet gratis në çdo vend, hotelet me 50%. Edhe turp të kesh lart. Shumë restorante, gjëra. Se unë isha me Syrizën, prandaj. Në përgjithësi shqiptarët, emigrantët shqiptarë në Greqi, ata që kanë marrë shtetësi greke votojnë Syrizën. Dhe lek 12.000 pastra. Mo tani do. Shumë taksa marrin gjithë. Shiko, emigrantët shqiptarë në Greqi, ata që kanë marrë shtetësi greke dhe kanë drejtën të ushtrojnë të drejtën e votimit, pra ushtrojnë drejtën e votimit, votojnë Syrizën. Votojnë Majtas, votojnë Pasokun, tani votojnë Syrizën. E di sepse nga ta ka marrë 4.000 vota, kusha vetë kandidat. Minoritarët votojnë Nea Demokratia, votojnë demokracinë e re. Syresh prej tyre janë 2 nipër në Vuno, është dikush në Lukov, janë ja 2 në Imar, i njohën me emra, kanë qenë antarë të agimit të artë. Dhe janë të mersisht, do me thënë, anti-shqiptar. Kur në moment që shkrijet agimi artë, e doli jashtë ligjit, gjithë e djatha ekstreme, u futë sërisht në radhët e demokracisë së re, Partisë Demokratike. Ata janë, që kanë zjerë. Andona, një pyetje para se kalojmë publicitet për këtë pjesë.
Çfarë fshihet në kutitë e Greqisë? Sepse është vetëm kuti të votave të shqiptarëve, unë e quaj kutitë e Greqisë, se nuk kanë hapur, do hapen nesër. Pse është shkruar nesër? Vjen nga shteti shqiptar, nga shteti grek, nga metodologjia, nga KQZ-ja. Ka ndonjë gjë aty? Po tani, rezulton? kryetari Komisionit Zgjedhor, Iliran Celibashi, Befas një moment bëri një shkëputje dhe një tërheqje nga një deklaratë dhe një dokument që sapo kishte ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke shmangur kështu një përgjigje sepse votat e grekëve, e shqiptarëve nga Greqia nuk po hapeshin. Sigurisht që aty fshihet diçka. Mos harrojmë që përpara zgjedhjeve ne patëm një memorandum që kryetari Celibashi, prokurori i përgjithshëm, Olsian Çela, dhe kreu i SPAK-ut, Altin Dumani, nënshkruajtën në lidhje me gjithë procesin zgjedhor. Kështu që nëse ka diçka që nuk shkon nga ana procedurale, nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që po vonon hapjen e kutive nga Greqia, sepse ka shumë kontestime që thonë që kanë qenë zarfet. Shabanin, pristi janë çuar nga këto votat e kutitë e Greqisë, po i quajmë kështu në një ndryshim rezultati mund të kapin një deputet në një gjë? Unë nuk e shoh si me variantin kapim një deputet apo jo, po e kuptoj si shpreh. Por thelbi është që ka një trend. Pra unë paktën që në të hënën në orën 3 të mëngjesit kam projektuar kush do jetë rezultati, qoftë në Tiranë, qoftë në Shqipëri, dhe që kur fillon të numërojnë votat e diasporës, të projektoj ku do shkojë rezultati. Dhe kur kemi të folur për shumë për 70.000 vota, kam folur që kur ishim 30.000 vota. Pse? Se ti shikon trendin ku po shkon, sepse në mënyrë të një trajqme, ti përfaqëson atë pjesë shoqërisë. Dhe në diasporë, qartësi ne përfaqësojmë 8-9% të shqiptarëve që po votojnë nga diaspora. Si përkthehen numër votash tonë? Ky trend jo pse është rëndësishëm. Ndihmojnë për një deputet se jeni Ta shpjegoj pak, jo. Por ky trend në vetvete është gjithashtu një provë që vullneti është përfaqësues. Sepse outliers, pra kur ka përjashtime, aty mund të ketë manipulim. Pra le themi ti je në mënyrë të një trajqme 3-4% e shoqërisë, pastaj pap del një kuti ku ti je 15% ose 20%. Diçka ka ndodhur aty. Kështu që një trajtshmëria në vetvete është një garancie. Në lidhje me Greqinë, flitet që familjeve që jetojnë në Greqi, nëse ka 5 antar, janë çuar më shumë zarfe, janë çuar 15 zarfe. Dhe këtu kanë gjë të keqe kjo. Është bërë këtu, është bërë atje, në afër jemi. Tani nuk korrespondon pra tani. Ne e kuptoj. Patë po thot pra. Ajo mbetet për unë të marr seriozisht ju. Atë di kulluar. 83 deputet pa e hapur ato me 5 zarf. Ajo mbetet historike fituese ka. Mbetet për tu parë. Bërë si mandati Berishës se 6 maj. Unë kam besim tek DL-ja, për arsye sepse keni parasysh po flasim për një kompani. Po flasim një kompani që transporton Shikose me DL ka ardhe kokain nga Amerika, ha? Po, pikërisht, transporton dhe ilaçe, të cilat për shembull vaksinat gjatë kohës pandemisë sulmoheshin nga grupet kriminale. Transporton diamante, transporton letra me vlerë, pra unë besoj që kemi një hapësirë publicitare. Besoj dyshimi këtu është për DL-n. Jo, dyshimi është për